Kutia e zezë. Në një lagje të qetë, një burr I quajtur Gjenxhejtant I vetëm në një apartament të vjetër. Një ditë, te dera e tij u shfaq një kuti e zezë, pa emër, pa adresë. Ai e mori brenda, por nuk kishte guxim ta hapte menjëherë. Ditët kalonin dhe kutia qëndronte mbi tavolinë, duke I trazuar mendjen. Më në fund, pas një jave, vendosi ta hapte. Brenda ishte një fletë e bardhë me vetëm një fjalë. Nëse do të ndryshosh jetën tënde, fillo sot. Nuk kishte firmë, por ajo fjalë I ndezi një shkëndijë brenda vetes. Genku ngrit, pastroi shtëpinë, doli, kërkoi një punë të re, u regjistrua në një kurs që e kishte ëndërruar prej kohësh. Jeta nisi të merrte formë, hap pas hapi. Ai kur nuk mësoi kush ja solli kutinë, por çdo vit, në të njëjtën datë, ai linte një tjetër kuti të zezë paraderës së dikujt tjetër, me të njëjtën fjalë. Pianoja në stacion. Çdo pasdite, në stacionin e vjetër të trenit, qëndronte një piano e drungë, paksa e gërvishtur nga koha. Askush nuk e dinte kush e kishte sjell, por një shenjë e vogël mbi të lexonte. Luaj nëse ke ndjenja. Njerëzit kalonin me nxitim, por rrallë ndonjë ndalej. Deri një ditë, kur një djalë I ri me flokë të çrregull dhe sy të lodhur, u ul dhe filloi të luajë një melodi të thjeshtë, por plot shpirt. Tingujt mbushën ajrin dhe për herë të parë pas shumë kohësh, stacioni heshti. Njerëzit ndaluan, dikush buzëqeshi, dikush fshiu një lot. Edhe roja I vjetër I trenit uli gazetën dhe dëgjoi. Djali vinte çdo ditë dhe luante pa thënë asgjë. Kur një vajzë e vogël me violinë u afrua dhe filloi të luante bashkë me të, gjithçka u kthye në një koncert të papritur, të bukur dhe të gjallë. Pas disa muajsh, stacioni u rinovua, por pianoja mbeti aty me një shënim të ri. Këtu nis muzika që na bashkon. Djali dhe vajza filluan të luanin në qytete të ndryshme, por gjithmonë ktheheshin te stacioni ku gjithçka kishte filluar me një piano që priste një shpirt të ndjeshëm. Stoli I vjetër. Në një park të qetë, pranë një liçeni të vogël, ndodhej një stol I vjetër prej druri. Nuk ishte I veçantë në pamje, por kishte diçka magjike. Çdo pasdite, një burr I moshuar ulej aty me një libër në dorë dhe një karrige të zbrazët përballë. Kalimtarët e shikonin me kurreshtje, por askush nuk guxonte ta shqetësonte. Një ditë, një vajzë e vogël I afrua dhe I tha: "Pse lexon vetëm?" Ai buzëqeshi dhe tha: "Nuk jam vetëm. Po lexoj për dikë që nuk është më këtu, por jeton në kujtimet e mia." Vajza u ul pranë tij dhe ai nisi të lexojë me zë të lartë, një përrallë përmirësi, humbje dhe dashuri. Që nga ajo ditë, ajo kthehej çdo javë. Herë me motrën, herë me shokët. Stoli nuk ishte më bosh. Dhe kur burri mungoi një ditë, fëmijët gjetën mbi të një libër dhe një shënim. Lexoni për ata që doni, edhe kur s'jan pranë. Zëri juaj I arrin. Që atëherë, ai stol u bë vendi I leximit, kujtimeve dhe dashurisë që nuk vdes kurrë. Trëndafili I bardhë. Në një qytet të mbuluar nga dimri, ku bora qëndronte me javë të tëra mbi çatit gri, jetonte një luleshitës I moshuar, me emrin Sokol. Ai shiste vetëm një lloj lule, trëndafila të bardhë. Kur e pyesnin pse nuk shiste lule me ngjyra të tjera, ai buzëqeshte dhe thoshte: "Sepse e bardha mban më shumë ndjenja se sa 1000 ngjyra bashkë." Një vajzë e re, Sara, e blinte çdo javë nga një trëndafil për t'ia çuar motrës së saj të sëmurë në spital. Një ditë, pa I thënë asgjë askujt, Sokoli I futi një shënim të vogël brenda lules. Drita lind edhe në ditët më të zymta. Kur Sara e gjeti, nuk mundi të mbante lotët. Që nga ajo ditë, filloi të bisedonte më shpesh me motrën, t'i sillte muzikë, libra dhe shpresa. Pas disa muajsh, motra u shërua.
Dhe ditën që dolën nga spitali, të dyja shkuan te lulishdeja e Sokolit me nga një trëndafil të bardhë në dorë për ta falendëruar. Ai nuk tha asgjë, vetëm i përqafoi dhe u dha nga një trëndafil tjetër. Sepse në heshtje, Lule Shitësi kishte mbjellë më shumë dashuri se gjithë qyteti bashkë.